Raporti publikuar nga Partia Demokratike për kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi imunitetin e deputetes Belinda Balluku përfshin detaje të rëndësishme nga 2 mbledhje të zhvilluara me 2 herë të mbyllura të Këshillit të Mandateve. Sipas Partisë Demokratike, prokurori i çështjes Dritan Prençi dhe kreu i SPAK-ut Klodian Braho kanë theksuar shqetësimin se deputetja Balluku mund të ndërhyjë në hejtime duke shkatruar prova ose duke ushtruar presion ndaj dëshmitarëve. Raporti citon se disa institucione në parësi Ballukut përfshirë autoritetin rrugor shqiptar kanë penguar hetime duke vonuar dorëzimin e dokumenteve dhe materialeve që ishin të nevojshme për hetim. Sipas SPAK, këto pengesa kanë rrezikuar zhvillimin e hetimeve në mënyrë të paanshme dhe kanë bërë të domosdoshme kërkimin e autorizimit për heqjen e imunitetit. Klodian Braho ka deklaruar në Këshill se ekziston dyshimi se provat mund të jenë manipuluar dhe se për këtë arsye deputetja Ballukut duhet të vjedhë në masën e arrestit për të garantuar integritetin e procesit hetimor. Po ashtu SPAK ka konfirmuar se ka pasur përpjekje për kërcënim dhe manipulim të dëshmitarëve, duke rritur rrezikun që hetimi të dëmtohet. Raporti i Partisë Demokratike nënvizon gjithashtu se vendimi për heqjen e imunitetit është thelbësor për të siguruar që hetimet të vazhdojnë pa pengesa dhe për të parandaluar çdo ndikim të mundshëm nga individ me pushtet politik. Sipas dokumentit, marrja e autorizimit të menjëhershëm do të ndihmojë që drejtësia të veprojë në mënyrë të paanshme dhe efektive, duke shmangur ndërhyrje në procesin gjyqësor dhe duke mbrojtur interesin publik. Ky raport është bërë publik nga Partia Demokratike një ditë para se kuvendi të shqyrtojë zyrtarisht kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Ballukut, duke u fokusuar kryesisht tek argumentet e prokurorëve dhe rreziqet që lidhen me pengimin e hetimit dhe kërcënimin e dëshmitarëve.